Arlind, duana një koment për çdo kandidat që kemi në qarjet e tjera, duke qenë se këtë javë kemi parë që fjalimet e tyre kanë qenë shumë të mira. Mirela Elisi. Mirela është sekretare organizative e Lëvizjes Bashk, gruaja zakonisht e fortë me karakter, me një sens të kthjellët të organizimit, me të njihem që nga viti i largët 2013-2014, aso kohë ishte studente, me potenciale të mëdha, intelektuale, politike dhe sot është vërtet një nga shtyllat e Lëvizjes Bashk. Elisi është një intelektual dhe një aktivist jashtëzakonisht i mirë i Thierit, një njohës shumë i mirë i problemeve të Thierit, por edhe të Shqipërisë nga pikpamja urbanistike. Në vërtet jam i gëzuar që ata dy janë kryesuesit e listës kandidatëve të Lëvizjes Bashk për Thierin. Mirza Gabriel. Mirza Gabrieli nga Shkodra janë dy të rinj shembullor, të mirë shkolluar, të mirë artikuluar, të kulturuar sa më s'ka. Më janë dukur gjithmonë produkti më organik i qytetit Shkodrës, i qytetarisë shkodrane dhe një nga vendeve vërtet me pasurinë më të madhe kulturore në Shqipëri dhe me kontribut vërtet të parrëfyeshëm në jetën tonë sociale dhe kulturore. Artani Ferdes. Edhe këtu, dy intelektual shumë të mirë, dy aktivistë palodhur, shkojnë në çdo protestë, çdo organizim, derë më derë, sa në Durrës, aq edhe në Tiranë, në herët e tjera, ju kundërvjen strukturave politike jashtëzakonisht kriminalizuara, oligarkisë, krimit organizuar këtu në Durrës, që si këtu në fakt për shkak të interesave shumë të mëdha, të portit, të Bregdetit, nuk janë ndërthura si askund tjetër. Elio Bleranda. Dy nga përfaqësuesit tanë më të mirë të diasporës, kandidat për Beratin, janë duke bërë një fushat shumë të mirë derë më derë në përtregjet e Beratit. Unë pas pak ditës do ju bashkohem dhe marrin kryqe tërthor Beratin, duke shkuar në përtregje, në për rrugë, nga dote qytetarët, sepse vërtet Lëvizja Bashk, por edhe Elio me Blerandën janë përfaqësuesit më të mirë të vlerave të qytetarisë. Albani Klara. Albani me Klarën janë dy super kandidat të një qarku të vogël, po me potenciale të jashtëzakonshëm si Kuksi. Kemi qenë bashkë me ta dhe me tjerë aktivistë në Kukës, qytetarët na kanë mirë pritur, me njerëz kaq të mirë, me të kulturuar, e të ndershëm, do jetë vërtet një shans shumë i mirë për qytetarinë e Kukësit që t'i votojë, që t'i mirë përfaqësojë në parlament. Kuksi ka shumë të tepër potenciale se sa niveli përfaqësimi që ka pasur deri më sot nga PS-ja dhe PD-ja, ku zakonisht janë njerëz fund e kryet korruptuar edhe vërtet për ta ardhur keq. Iliri Ariela. Iliri me Arielën janë dy qytetarë vlonjat. Iliri avokat, Ariela është politologe. Ariela madje është edhe studiuese çështjeve të stregjimit. Me dy bashk ne kemi bërë shumë aktivitete në Vlorë, kemi shkuar dhe aty në përtregje, në për rrugë. Iliri gëzon një reputacion jashtëzakonisht mirë te qytetaria vlonjate, madje është ndër ato të pakta herë ku shpeshherë emri i Ilirit është më popullor se emri im. Ariela sigurisht ka qenë shkputur për disa vite si student dhe si aktiviste nga qyteti i Vlorës, i përket komunitetit Çam të Vlorës, edhe muajt e fundit është kthyer në qytetin e saj dhe po bën vërtet një punë të jashtëzakonshme për Lëvizjen Bashk dhe për të përcjellë idetë tona më të mira. Klevisi Stela. Një qytet i vogël, historik, me një kontribut kaq të madh në kulturën shqiptare, si Gjirokastra nuk mund të mos ishte shumë lart edhe në nivelin e përfaqësimit. Një inxhinier edhe informaticien si Klevis Bedaj, edhe një studiuese dhe aktiviste shembullore si Stella Muçi me përvojë edhe në Francë, në jetën sociale, kulturore, aty po edhe si aktiviste. Po bëj dhe Stella me Klevisin fushat në qytetin e Gjirokastrës, por edhe në qytetet dhe fshatat e tjera të zonës, dhe të gjitha dhënat janë që qytetarët e zonës po i presin shumë mirë. Pas pak ditësh ne do bëjmë një takim të madh me qytetarët e Gjirokastrës dhe jemi shpresplot se edhe në Gjirokastër do ta tundim, si e thonë. Besiani Regjina. Besiani me Regjinan janë përfaqësues të qarkut ndoshta më të varfër në Shqipëri, të qarkut Dibrës. Besiani është fermer, një aktivist i palodhur për çështjet e bujqësisë dhe një njerëz që njeh shumë mirë territorin dhe problemet e mëdha të bujqësisë në përgjithësi në Shqipëri, po veçanërisht në qarkun e Dibrës. Regjina është një aktiviste dhe një përfaqësuese e diasporës, e cila për vite tëra ka qenë bashkë me ne në protestat panumërta me studentët, me punëtorët, dhe sot është kthyer për të bërë fushat bashkë me Besianit dhe tjerë aktivistë të Lëvizjes Bashk në Dibër. Petro dhe Tea. Petro dhe Tean janë përfaqësues Lëvizjes Bashk dhe aktivistë të diasporës në qarkun e Korçës, edhe ata të rinj të mirë
të mirë shkolluar, të kulturuar, qytetarë të ndershëm që ju ngjit fjala. I kam parë, kemi qenë bashkë në Pogradec edhe në zona tjera të Korçës, pas rreth një javë mos gabojni të bëjmë një takim të madh në Korçë dhe shoh se sa mirë na presin qytetarët e atij qarku, vërtet me kontribut të madh në historinë dhe në aktualitetin shqiptar. Olti Bruna. Olti me Brunën janë dy spartanë, si thonë, kanë marrë përsipër të përfaqësojnë qarkun e Gjirokastrës, qarkun e Elbasanit, një nga qarqet me potencialet më të mëdha industriale, bujqësore sigurisht, po edhe me histori të lavdishme, me histori të kulturës edhe të qytetarisë vërtet rafinuar. Mirë po që është dhunuar, është tjetërsuar nga llumi politik që ka qeverisur deri më sot nivel lokal dhe qendror dhe ikosisht nga bandat kriminale. Me Brunën dhe me Oltin, si kundër me shumë të tjerë, unë kam vajtur në për tregjet e qytetit e Elbasanës dhe dora në zemër që nga qytetit ku na kanë pritur më mirë. Duart një qafë na kanë përgëzuar dhe na kanë premtuar mbështetje. Sigurisht në kushtet e një frike ndaj nga represioni, nga reprezaljet e atyre që kanë pushtetin, por mos harroni, vota është e fshehtë dhe qytetarët e Elbasanit e gjithë Shqipërisë do votojnë me ndërgjegje, jam i bindur. Dhe e fundit, Emiliano dhe Giuliana. Aktivist të palodhur të Lëvizjes Bashkë, ish student të Fakultetit Shkencave Sociale, me cilët në shumë vite ne kemi protestuar pafundësisht herë, me studentët, me minatorët, me naftëtarët, mund të jetë ndoshta qarku me aktivistët më të palodhur, Lezha, sigurisht dy të parët janë Emiliano me Giulianën, dhe unë vërtet mendoj që në një qark si Lezha ne kemi mundësinë të ndryshojmë panoramën politike dhe të zgjedhim vërtet qytetarë devotshëm të rinj, të mirë arsimuar dhe njerëz që rrezatojnë mirësi, drejtësi. Dhe një mesazh të fundit për ata që thonë Arlind Qori është vetëm. Ne jemi bashkë me një popull të tërë që kërkon ndryshimin, me mbi 6.000 antarë të Lëvizjes Bashkë dhe me shumë të tjerë që na ndalojnë rrugë. Nuk e keni idenë sa shumë qytetarë na ndalojnë rrugë, unë bëj fushat thjesht me autobus në këmbë dhe takoj njerëz edhe para edhe pas aktiviteteve tona formale, i përqafoj, u flas, më flasin, i dëgjoj dhe vërtet jam shumë herë më besim plot se në 2023 që ne do kemi një rezultat të jashtëzakonshëm. Të gjithë do surprizohen për mirë e për keq, shumë do surprizohen për mirë për rezultatin ton, po edhe të poshtrit kam përshtypjen ata që na kanë sjellë këtë gjendje, do surprizohen për keq sepse Lëvizja Bashkë është e reja që po lind dhe i duhet Shqipërisë.